Të nderuar, sot do të flasim për veglin e CapCapture dhe opcioni i radhës është Screen Record. Pasi të jetë hapur vegla, klikojmë në Screen Record dhe të hapet kjo dritare këtu. Screen Record do të thotë është incizimi i ekranit, krejt çka klikojmë, ne çka punojmë dhe çka flasim do të ruhet. Me fjalë tjera, Screen Record na mëson me bë video manuale të ndryshme. Të manualet këto pra që pishitni, ju lehtësojnë punën shumë juve mësimdhënësve, do thotë mundi ta bëni video manuale për tema ndryshme dhe besoj që në fund do t'ju pëlqejë shumë nxënësve kjo metodë e punës. Fillimisht caktojmë vendin ku do të rujt, stop, ok. Masandej klikoj zakonisht klikoj në Start Delay, domethënë që pas 5 sekonda mund me vendos 10 sekonda varësisht për juve, do të thotë pas 5 sekondave në këtë rast do të fillon të incizohet fillimisht me përgatit zonën. E masandej me fillu. Opsioni tjetër është Minimize and Start, që do të thotë kur fillon incizimi i monitorit, atëherë do të ulet vegla që mos mu po. Masandej klikojmë dhe record kursor, do të thotë e incizon mausin ku klikojmë e përcjell, do të thotë. Para se të klikojmë start, e caktojmë fushën që ne po dojmë me incizu. Për shembull, mund ta vendos në sot doni cila pjesë e monitorit të shipet, në këtë rast po duam mu po e tëra. Masandej klikojmë në start, do të thotë pas 5 sekonda do të fillon me incizu me Screen Record. Faleminderit, kjo ishte e tëra, shpresoj që do t'ju pëlqejë.